Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Pamim. Pamim. Betohem në librin e qartë. Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar. Ne gjithmonë kemi paralajmëruar. Po bëjt, ky është një betim në Kuranin madhështor për të pohuar vërtetësinë po të Kuranit. I Madhruari betohet në këtë libër, i cili është sqaruesi i gjithçkaje që ka nevojë për tu sqaruar dhe na tregon se ai u shpalt në një natë të bekuar me plot mirësitë e mëdha. Ajo është nata e Kadrit, e cila është më e mira e netëve dhe më e vlefshme se 1000 muaj. Kështu, i Madhruari e shpalli më të mirin e librave të tij në më të mirën e netëve dhe të ditëve, duke i adhuruar më të mirit të krijesave, Muhamedit as. Me gjuhën më të zgjedhur dhe të kulluar arabe. Ai e shpalli këtë Kuranin që të paralajmëronte një popull të zhytur në padituri e mjerim, të humbur në dëshpërim që ata të ndriçoheshin nga drita e tij, të merrnin jetë nga udhëzimi i tij, të ndiqnin rrugën e qartësuar prej tij, dhe kështu të arrinin mirësitë e dynjas dhe të ahiretit. Kurani u shpall që të jetë këshillues dhe paralajmërues, prandaj Madhruari i thotë, vërtet, ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Pasha librin e qartë. U tefsir suret Duhan, ajeti. Na, me të vërtetë, e kemi shpallur Kuranin në natë të shenjtë dhe ne, me të vërtetë, jemi paralajmërues. U tefsir suret Duhan, ajeti. Në atë natë zgjedhet çdo punë e gjykueshme e paluashme. Atë natë vendoset në mënyrë të prerë çdo çështje e urtë, me urdhër nga Najon. Gjatë natës e Kadrit përcaktohet çdo çështje. Ky lloj përcaktimi që bëhet natën e Kadrit është vetëm njëri ndër llojet e përcaktimeve që bëhen në kohë të ndryshme dhe të cilat janë të gjitha në përputhje me ato çfarë gjenden në Lauhi Mahfuz, ku Allahu i Madhruar ka shkruar gjithçka rreth krijesave, kohën e jetës dhe vdekjes së tyre, furnizimin, punët që do të kryejnë, gjendjet nëpër të cilat do të kalojnë në çdo gjë tjetër. Një tjetër lloj përcaktimi është ai që bëhet kur njeriu është në barkun e nënës së vet. Në këtë moment, Zoti urdhëron melekët për të shkruar se çfarë do të ndodhë me robin në këtë dynja. Pasi del në këtë dynja, i Madhruari ngarkon melekët besnik që të shkruajnë me saktësi çdo vepër të robit. Gjithashtu, në çdo natë Kadri, i Madhruari përcakton se çfarë do të ndodhë gjatë atij viti. Të gjitha këto lloje të përcaktimit nga Allahu i Madhruar tregojnë për diturinë e tij të plotë dhe absolute, për urtësinë e tij gjithëpërfshirëse, për ruajtjen dhe për kujdesin që ai tregon për krijesat e tij. Të gjitha këto, përfshirë edhe përcaktimin vjetor që bëhet natën e Kadrit, bëhet me urdhërin dhe urtësinë e Zotit, siç thot ai, në urdhër nga vetë ne. Për qartësimin e porosive të tij, Allahu i Madhruar dërgoi profete e shpalli libra të shenjtë. Ne kemi dërguar gjithmonë profet. Kjo është mëshirë nga Zoti yt. Dërgimi i profetëve me mrekullira dhe libra, me i miri të cilëve është Kurani, është treguesi i mëshirës së Allahut, Zotit të botëve, mbi robërit e tij. Mëshira më e madhe që Zoti i botëve ka treguar me robërit e tij është pikërisht sjellja e librave qiellor dhe e profetëve. Çdo mirësi që njerëzit arrin në dynja dhe çdo mirësi që ka lidhje me ahiretin, e ka burimin te kjo mëshirë e dhuruar nga Zoti, nga librat dhe nga mësimet e profetëve. Ai është gjithsegjuesi i gjithë situri. Allahu i Madhruar i dëgjon të gjitha zërat dhe i di të gjitha çështjet, të dukshmet e të padukshmet. Ai i di dhe i sheh të gjitha veprimet e njerëzve. Ai e di shumë mirë nevojën e domosdoshme që ata kanë për profetët dhe shpalljet e tij. Allahu i Madhruar i mëshiroi ata duke u dhënë udhëzimin e drejtë dhe profetët, të cilët ishin shëmbujt më të mirë të zbatimit të atij udhëzimi. Vetëm Allahut i takon mirënjohja dhe lavdia e plot për këtë mirësi të madhe. Me urdhërin ton. Na, me të vërtetë, kemi dërguar pejgamber. U tefsir suret Duhan, ajet 4. Mëshirë prej Zotit tanë, me të vërtetë, ai dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. U tefsir suret Duhan, ajet 4. Zotit të qiejve dhe të tokës dhe çka gjendet në mes tyre, nëse besoni me këmbëngulje. Ai është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçka që gjendet mes tyre, nëse jeni të bindur. Allahu është krijuesi, sunduesi dhe ai që përkujdeset për qiejt, tokën e gjithçka mes tyre. Ai vepron ato ashtu sikur se dëshiron, me urtësinë dhe zotërimin e tij të plot. Kësaj, nëse jeni të sigurt që ai është Zoti i qiejve, i tokës e gjithçka mes tyre, atëherë duhet të pranoni edhe që ai duhet të jetë i vetmi që duhet të adhurohet. S'ka zot tjetër posa tij. Jeta dhe vdekja janë vepra e tij. Ai është Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj të lashtë. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij. Ai jep jetën dhe sjell vdekjen. Ai është Zoti juaj dhe Zoti i etërve tuaj të lashtë. Kuptimi nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe merit veç tij. Ai dhe vetëm ai jep jetë dhe merat. Jeta dhe vdekja janë vetëm në dorën e tij. Është ai që do t'ju ringjall pas vdekjes tuaj, për t'ju marrë në llogari dhe për t'ju shpërblyer për veprat tuaja. Nëse keni punuar mirë, do t'ju shpërblej me të mira,
e nëse keni punuar keq, ai do t'ju jap atë që meritoni me drejtësinë dhe urtësinë e tij. Allahu është Zoti i të parëve dhe të fundit. Ai është përkujdesur për të parët dhe të fundit, duke u falur mirësi dhe duke i shpëtuar nga ligësitë. Në këto ajete, Allahu i madhruar ripohen faktin se ai është i vetmi Zot krijues, shëndues, mëshirues dhe kujdestar i krijesave të tij. Prandaj duhet të jetë i vetmi i adhuruar, të cilit krijesa duhet i binden e nështrohen në shenjë dashurie të thellë dhe madhërimi për të. Këto janë fakte që duhet të sjellin siguri të plotë dhe të largojnë çdo dyshim. Këto ajete duhet të shuajnë çdo me dyshje e pas siguri rreth të vërtetës së Zotit dhe njëshmërisë së tij në çdo aspekt. Por me gjithë këto sharrime, mohuesit e Zotit përsëri janë në dyshime dhe të shkujdesur, siç thotë i gjithë tituri. Por, atë dyshojnë dhe argëtohen, kurse ata dyshojnë e luajnë. Me të vërtetën, ata sorullatën në dyshime e pasiguri. Ata as nuk mendojnë ndonjëherë për qëllimin e krijimit të tyre. Ata kanë humbur në argëtimet e kësaj dynjaje mashtruese. Andaj t'i pritë atë dite, kur nga qielli do të lëshohet ymi i qartë. Qëndron e pritjet e ditës kur qielli të lëshojë një tym të qartë. Ai do t'i mbulojë njerëzit e ky do të jetë një ndeshkim i dëmshëm. Zoti ynë, largoje dënimin prej nesh. Ne tashmë jemi besimtarë. Kuptimi, prit dëshkimin që do të vijë, sepse koha e tij është ofruar. Një tym do t'i glabërojë të gjithë ata, të cilëve do t'u thuhet, ky është një ndeshkim i dëmshëm. Shpjeguesit e Kuranit kanë mendime të ndryshme rreth kuptimit të këtij tymi të dukshëm që do të vijë si ndeshkim. Disa thonë se flitet për tymin që do të përfshijë kriminalët ditën e gjykimit, atëherë kur zjarri i xhenemit do t'u afrohet atyre. Me këtë kuptim, Allahu i madhruar i kërcënon ata me këtë ndeshkim që do të ndodhë ditën e gjykimit dhe, njëkohësisht, urdhëron profetin e tij që të presë me durim këtë ditë të vështirë për mohuesit. Ky kuptim është në përputhje me sillën e Kuranit, që vazhdimisht kërcënon mohuesit dhe na porosit që të bëjnë durim derisa të vijë dita e ndeshkimit të tyre. Edhe ky ajet, nga njëra anë, përcënon mohuesit me ndeshkimin e ditës së gjykimit, që ata të kthehen në rrugën e drejtë dhe, nga ana tjetër, qetëson profetin dhe besimtarët, duke i porositur ata që të jenë të durueshëm se ndeshkimi i padrejtëve, që i luftojnë dhe u shkaktojnë mundime, do të ndodhë patjetër dhe drejtësia do të vijë në vend. Këtë mënyrë shpjegimi e përforcon edhe vazhdimi i këtij ajeti, që thotë, që do t'i mbulojë njerëzit e u thuhet atyre, ky është dënimi i dëmshëm. U tefsiru suret Duhan, ajet 10. Mohuesit atëherë do të thonë, o Zoti ynë, lirona prej dënimit, na, me siguri do të besojmë. U tefsiru suret Duhan, ajet 10. Prej nga ata do të marrin këshilla, e madje u pat ardhur atyre pejgamberi me argumentet e qarta. E si mund të përfitojnë me ata nga këshillat, kur atyre u erdhi profeti me mesazh të qartë, ndërsa ata i kthyen shpinën atij, duke thënë, ai është një i mësuar i çmendur. Pa dyshim që këto fjalë u thuhen mohuesve në ditën e gjykimit, kur ata kërkojnë të kthehen sërish në dynja, por koha e pendimit ka përfunduar me vdekjen e tyre. Kështu, i tërë konteksti lidhet me ditën e gjykimit dhe ndeshkimet që do të përjetohen atë ditë. Disa të tjerë janë të mendimit se këtu bëhet fjalë për atë që u ndodhi Kureshëve, kur ata refuzuan Muhamedin as si profet e Zotit dhe fenë e sjell prej tij. Për këtë shkak ai u lut kundër tyre duke thënë: O Allah, mendimu kundër tyre, duke u dërguar vite vështirësie e thatësie, si vitet që dërgove në kohën e Jusufit as. Pikëshëditse pas kësaj, Allahu i madhruar i goditi Kureshët me urit e madhe dhe mjerim, derisa filluan të hanin grosira dhe kocka kashësh. Atë shumë vuajtën nga uria, sa që po dukej sikur mes qiellit dhe tokës kishte tym, edhe pse, në të vërtetë, nuk ishte asgjë. Në këtë rast, fjala e Allahut të madhruar qëndroi dhe prit ditën kur qielli të lëshojë një tym të qartë. Ne kupton se kjo do të ndodhë në duke për sytë e tyre, jo në të vërtetë. Gjendja e Kureshëve vazhdoi e tillë derisa i kërkuan profetit të kishte mëshirë dhe ta luste Allahun e madhruar që ta largonte ndeshkimin nga ata. Profeti e luti Allahun e madhruar, i cili e largoi urinë e mjerimin nga ata. Sipas këtij kuptimi, vjen edhe ajeti më pas. E u shmangën prej tij dhe thanë, ai është i mësuar prej tjetër kujt, i çmendur prej gjindeve. U tefsiru suret Duhan, ajet 13. Na, do t'i lirojmë ata nga dënimi pa kohë, por ju, me siguri, do të ktheheni në mojë. Ne do t'ju largojmë dënimin për pa kohë, por ju do të ktheheni përsëri te kotës. Por këto fjalë janë, në të njëjtën kohë, edhe kërcenin për ata që vazhdojnë në mosbesimin e tyre me mendje madhësi ndaj të vërtetës. Allahu i madhruar tregon, gjithashtu, se shumë nga ata do të ktheheshin përsëri në mosbesim në rrugën e humbjes. Dhe, vërtet, ashtu ndodhi. Megjithatë, Allahu i madhruar paralajmëron për një ndeshkim tjetër të madh. Kujtoi ditën kur do t'i kapim ata me një fuqi të madhe, na, me të vërtetë, do t'i dënojmë.
Ditën kur të godas dënimi i madh, ne do të ndeshkojmë. Mohuesit. Sipas disave, ky dënim i madh ishte lufta e Bedrit. Sidoqoftë, ky mendim nuk është aq i pranueshëm dhe i qartë. Disa komentues të tjerë janë të mendimit se në ajet flitet për njërin nga shenjat e Kiametit. Në fazën e fundit të kësaj bote do të dalë një tyem që do t'i mbysë të gjithë njerëzit, përveç besimtarëve, të cilët do t'i shqetësojë veç se pak, sikurse ndodh me një tyem të zakonshëm. Megjithatë, sipas një mendimi tjetër, në ajetin qëndro dhe prit ditën kur qielli të lëshojë një tyem të qartë. Bëhet fjalë për atë që do të ndodhë në ditën e gjykimit, ndërsa në ajetin ne do t'ju largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni përsëri te kotës. Bëhet fjalë për ngjarjen që u ndodhi Kureshve, sikurse u tha më lart. Nëse ajetet i përmbajnë të dyja këto dy kuptime, nuk ka përse të mos i pranojmë të dyja. Ky shpjegim është tërësisht në harmoni me shkakun e shpaljes. Gjithashtu, këtu në shoh si shpjegimin më të saktë, por Allahu është me dituri për gjithçka. Me të vërtetë, na qysh më parë e kemi vënë në sprovë popullin e Faraonit e atyre u pat ardhur pejgamberi fisnik. Pasi foli për ata që mohuan profetin e tij, Muhamedin asa. Allahu i madhruar tregon se edhe para tyre ka patur mohues të profetëve. Kështu, ai rrefën ngjarjen që i ndodhi Musait dhe mohuesve të tij. Në këtë histori kujtohet dënimi që goditi jo besimtarët e asaj kohe, në mënyrë që ata të kohës së Muhamedit asa të nxjerrin mesin dhe të mos vazhdonin me refuzimin e profetit dhe të shpaljes. I madhruari i thotë, përpara tyre, ne sprovuam popullin e Faraonit dhe atyre u erdhi një i dërguar i zgjedhur. Kuptimi, Allahu i vuri në provë ata, duke u dërguar profetin Musa, të birin e Imranit, njërin nga më të nderuarit dhe më të zgjedhurit e profetëve të tij, që ishte shuar për fisnikëri të lartë, duke u thënë, plotësoni ndaj meja që jeni të obliguar, o robërit e Perëndisë, sepse unë jam për ju pejgamber i besuar. Musa u tha, milini mua robërit e Allahut. Musa i tha Faraonit dhe palës së tij, lirojini robërit e Allahut dhe lejojini të vinë në mua. Këtu kishte për qëllim bijtë e Israilit. Ai po kërkonte që t'i lironin për të shpëtuar nga torturat dhe mundimet që u jepnin. Ata ishin familja e Musait dhe njerëzit më të mirë të kohës. Faraoni me njerëzit e vet ishin treguar të padrejtë ndaj tyre, duke i skllavëruar, munduar e torturuar. Musa kërkonte që ata të liroheshin për të qenë të lirë të adhuronin Zotin e tyre. Unë jam për ju një i dërguar besnik. Kuptimi, unë jam profet i dërguar nga Zoti i botëve, besnik i shpaljes, me të cilën Zoti më ngarkoi. Unë nuk ju fsheh asgjë nga shpalja e Zotit, as nuk shtoj as nuk paksoj gjë prej saj. Kjo duhet i bënte ata që ta pasonin Musain dhe të bindeshin porosiat e tij. Dhe mos u madhëroni, mos u ngritni mbi Perëndin, unë, me të vërtetë, po ju sjell prej tij dokument të qartë. Mos u tregoni arrogantën ndaj Allahut, mos u tregoni kryeneqë, duke mos i dorëzuar Allahut dhe as dhunues të robërve të Allahut. Sepse unë po vi te ju me shenja të qarta, po vi me shenja të dallueshme lehtësisht, me mrekulli i madh shtore e fakte bindse. Ata përsëri e mohuan dhe tetuan ta vrisnin, por Musa i kërkoi mbrojtje dhe strehim tek Allahu për të ruajtur nga sherri i tyre. Ai tha: "Dhe unë mbështetem në Zotin tim dhe Zotin tuaj për të më mbrojtur, që të mos më mbyti me gur. Unë jam mbështetur të Zotit tim dhe Zotit tuaj, që ju të mos më vrisni me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje." Kuptimi, unë kërkoj mbrojtje te Zoti, që ju të mos më vrisni me formën më të keqe, që është vrasja me gur. Ju keni këtë mundësi, së pari, të më besoni dhe të pranoni ftesën time për adhurimin e Allahut, dhe ky është qëllimi im. Nëse nuk e pranoni këtë, atëherë mos më luftoni, por më lini të lirë. Por ata i refuzuan të dyja alternativat. Ata vazhduan me krye lartësi duke refuzuar adhurimin e Allahut dhe duke luftuar profetin e Allahut, Musain as. Madje, ata mendosen për të mos e lejuar Musain të largohej me popullin e tij, me bijtë e Israilit. Nëse nuk më besoni, atëherë bile largoni prej meje. U tefsiru sure et Duam, ajet 20. Nuk dëgjuan ata dhe ai e thiri Zotin e tij. Me të vërtetë, ky është popull mëkatar. Ai Musai u lut Zotit e vet, këta janë vërtet një popull keqbërës. Krijimi i tyre e bënte të pashmangshëm për shpejtimin e ndëshkimit mbi ta. Musaja u lut kundër Faraonit dhe rrethit të tij thjesht duke treguar gjendjen e tyre, dhe kjo është në domethënë se sa lutja e drejtë për drejtë. Po në këtë mënyrë, pra, thjesht duke përmendur gjendjen, Musai u lut edhe për veten e vet, kur tha: "O Zoti im, unë jam nevojtar për çdo mirësi që të më japësh." Kasas 24. Me pas, Allahu i madhruar u uroi që të nisej në udhëtim me robërit e tij natën, duke e njoftuar se Faraoni do t'i ndiqen nga pas. Perëndia, atij i tha: "Ec me robërit e mi natën, me që do t'ju ndjekin." Sot i tha: "Bashkë me adhuruesit e mi udhtoni gjatë natës. Ata do t'ju ndjekin nga pas. Lërë detin pas, ashtu si është."
I hapur, sepse ushtria e tyre do të mbytet. Kur Musaja unë nis natën bashkë me bijtë e Israelit, ashtu sikur se Allahu uroi, nga pas i u faraoni. Allahu i madhruar uroi Musajin që ta godiste detin me shkupin e tij. Kur Musa e goditi detin, në të u hapën 12 shtigje, mes të cilave masat gjigante të ujit qëndronin si malet e larta. Në këto shtigje kaluan Musai dhe populli i tij. Pasi ata kaluan të gjithë, Allahu i madhruar uroi Musajin që ta linte detin ashtu siç ishte, të hapur, që edhe faraoni me ushtrinë e tij të hynin në të. Kur faraoni me ushtrinë e tij hyn në shtigjet e hapura, Allahu i madhruar uroi detin që t'i mbulonte me ujin e tij, dhe ata u mbytën të gjithë deri në ushtarin e fundit. Me pas, të gjitha ato pasuri që ata kishin patur në këtë dynja, Allahu i madhruar u dha bijve të Israelit, që deri dje kishin qenë skllëvër, siç thot me pas. Dhe lëret i detin e hapur, sa ata, me të vërtetë, do të janë ushtri e fundosur. U tefsiru sure et, Duhan, ajeti 23. Sa e sa kopshtie e burime i lan ata. Sa e sa kopshte e burime i lan pas. Faraoni e pas usit e tij. Sa arat e mbjella e vendet të bukura. Sa begati e stoli me të cë i la targetoshin. Të gjitha ato ne u alam trashëgim një popull tjetër. Kështu, i madhruari u ala ato të mira që t'i gëzonte një popull tjetër. Ndërsa në një ajet tjetër, ai thotë, kështu, ne u alam ato me trashëgim bijve të Israelit. Shuara 59. Arat e mbjella dhe pallat e të mrekullueshme. U tefsiru sure et, Duhan, ajeti 25. Dhuntit në të cilat kënaqeshin. U tefsiru sure et, Duhan, ajeti 25. Ajo ka qenë kështu, dhe ne u kemi dhe në trashëgim ato dhuntit e tyre popullit tjetër. U tefsiru sure et, Duhan, ajeti 25. Nuk i vajtoj ata as qielli as toka, nuk u lan ata për të dënuar në një kohë tjetër. Për ta nuk vajtuan as qielli as toka. Kur Allahu i madhruar e shkatëroi faraonin me ushtrinë e tij, për ta nuk çon as qielli as toka. Askush nuk u shëtësua e nuk trishtua për largimin e tyre nga dynjaja. Madje, përkundrazi, çdo gjë u gëzua dhe u kënaq me shkatërimin e tyre. Edhe qielli, edhe toka u kënaqën me këtë ndeshkëm të drejtë të lartësuarit, sepse ata lan pas veprat të këqija që ua kishin nxjerr fytyra. Ata e bën të meritueshëm makimin dhe derdhjen e zemërimit nga Zoti dhe nga e gjithë bota dhe as nuk patën kohë që të shpëtonin ndeshkimit. Atyre nuk i u la afat, domethënë nuk i u shtyn ndeshkimi, por i përfshiu me njëherë. Me pas, Allahu i madhruar u kujton bijve të Israelit mirësitë kur thot: E na, me të vërtetë, i shpëtuam bijtë e Israelit nga dënimi poshtërues. Ne i shpëtuam bijtë e Israelit prej dënimit poshtërues, prej faraonit. Allahu i madhruar i shpëtoi ata nga vuajtja dhe poshtërimi që faraonit dhe pala e tij u bën, duke u vrarë fëmijët me shkujt dhe duke u alën femrat të gjalla i cili që mizor dhe i shfrenuar. Faraoni ishte një arrogant i mbushur me padrejtësi. Ai e kishte tepruar duke shkelur kufit e Zotit. Prej faraonit, ai ishte mendje madh, njeri që përkeç kalante çdo kufi. U tefsiru sure et, Duhan, ajet 30. Dhe, në të vërtetë, i kemi zgjedhur ata, duke i ditur rrethanat e tyre mbi popujt tjerë të asaj kohe. Ne, me dije të plotë, i zgjodhëm ata ndër popujt e tjerë. Allahu i madhëruar na tregon se ai përzgjodhi dhe i dalloi bijtë e Israelit, bijtë e tjerët, me diturinë e tij të plotë rreth tyre dhe për faktin se ata merituan një dallim të tillë. Ai i dalloi mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe dhe të kohëve para e pas tyre. Kështu vazhdoi derisa Allahu solli umetin me të zgjedhur në mënyrë të padiskutueshme, umetin e Muhamedit ase. Ky popull i kohës së fundit do të jetë populli më i zgjedhur i të gjitha kohëve deri në ditën e gjykimit. Ata do të jenë populli më i mirë i nxjerrë për të mirën e njerëzimit, popull të cilët Zoti i ka dhuruar mirësi dhe begati që nuk ua ka dhënë askujt prej popullve të tjerë të historisë njerëzore. Dhe u kemi dhënë argumente në të cilat ka sprova të qarta. E u dham shenja në të cilat kishte prova të qarta. Bijve të Israelit u dham shenja dhe mrekulli madhështore, të cilat ishin treguese të mirësisë dhe bujarisë së madhe të Allahut të lartësuar. Ato ishin, gjithashtu, provat e padiskutueshme për vërtetësinë e shpalljes që Musa i përcillte, gjë e cila kërkon mirënjohje dhe përkushtim të plotë në adhurimin e Zotit si një të vetëm. Këta Kureshit, në të vërtetë, thonin. Ata thonë, ajo që ekziston vërtet është vetë vdekja jonë e parë dhe ne nuk kemi për të ringjallur. Allahu i madhëruar na tregon se mohuesit e ringjalljes dhe llogarisë para të Zotit thonë, ne jetojmë dhe vdesim në këtë botë. Me pas nuk ka ringjallje dhe shpërblim, nuk ka xhenet dhe xhehenem. Pastaj këta të mjerë, duke marrë guximin për të sfiduar Zotin e Madhërisëm, thonë: ekziston vetëm vdekja jonë e parë, na nuk do të ringjallemi më. U tefsiru sure et, Duhan, ajet 34.
Na i sjellni pranin gjanat e parë tanë nëse e thoni të vërtetën. Përndryshe, na i sjellni këto e të rritan nëse thoni të vërtetën. Të tilla janë kërkesat e kryeneqeve që kanë humbur shumë larg se vërtetës. Po ç'lidhje ka mes vërtetësisë së një profeti dhe vënjesë së këtij kushti për t'i besuar atij ose jo? Pikëçuditse përse duhet ta kushtozojnë pranimin e profecisë me një shenjë të tillë. Pikëçuditse profetët e Zotit kanë sjellë shumë mrekulli, të cilat janë të mjaftueshme për t'i pranuar ata. Me pas, i lartësuari thot: a janë këta më të mirë apo populli u bas, apo ata para tyre u bas? Ata, me ai kemi shkatëruar, me që, me të vërtetë, ishin popull mëkatar. A janë këta më të mirë se populli u bet, apo se pararëndesit e meheshëm të tyre, të cilët ne i shkatruam? Pikëçuditse ata ishin keqbërës. Vallë, ata të cilëve u drejtohet ky ajet janë më të mirë se popujt që shkuan, të cilët Zoti i ndeshkoi për shkak të refuzimit të profetëve dhe shpalljeve të tij. Pikëçuditse kursesi nuk janë më të mirë se ata, sepse kanë bërë të njëjtin krim, prandaj le të presin të njëjtin dëshkim si vëllezërit e tyre kriminal e refuzues të së vërtetës. Na, nuk i kemi krijuar qiellin dhe tokën, as atë që gjendet në mes tyre për t'u zbavitur pa qëllim. Ne nuk i krijuam qiellin, tokën dhe çka ndërmjet tyre për t'u zbavitur. Ne i krijuam ato vetëm me një qëllim të caktuar, duke treguar se ai nuk i krijoi qiellin dhe tokën kot dhe pa qëllim. Allahu i madhëruar dëshmon rreth pushtetit të tij absolut dhe për urtësinë e tij të plot. Ai i krijoi ato vetëm për një qëllim të madh, për të qenë dëshmuese të së vërtetës. Allahu i madhëruar e solli këtë botë në ekzistencë që krijesat të adhurojnë atë si një, të vetëm dhe të pashoq që t'i urojë robërit dhe t'i ndalojë ata, që t'i shpërblej e t'i ndeshkojë, sipas asaj që meritojnë, por shumica e tyre nuk dinë. Prandaj nuk mendojnë thellë mbi qëllimin e krijimit të qiejve dhe të tokës. Na i kemi krijuar ato me qëllim të plotë, por shumica e tyre nuk e din. U tefsiru sure et Duhan, ajet 38. Me të vërtetë, dita e dallimit të së mirës nga e keqja është e caktuar për të gjithë. Dita e kiametit është premtimi i pakthyeshëm për të gjithë. Atë ditë miku nuk mund ta mbrojë dot mikun, nga ndëshkimi dhe as nuk mund ta ndihmojë. Për të arritur shpërbimin, dita e ndarjes dhe dallimit, dita e gjykimit me drejtësi mes të parëve dhe të fundit, mes kundërshtarëve të njëri tjetrit, është dita e premtuar, kur do të grumbullohen të gjithë njerëzit. Allahu i madhëruar do t'i grumbullojë të gjithë dhe do t'u paraqesë veprat e tyre. Në bazë të këtyre veprave, do të jetë edhe shpërblimi e ndëshkimi me drejtësi. Askush nuk mund t'i vijë në ndihmë tjetrit, as i dashuri të dashurve, as i afërmi të afërmve, as miku mikut. Askush nuk do të ndihmohet që të mund të shpëtojë ndeshkimit të Allahut të drejtë, krenarit të lartësuar, sepse asnjë krijesë nuk sotëron ndonjë grim pushteti dhe mundësie. Të vetmit të shpëtuar dhe të ruajtur do të jenë ata që Zoti i ka mëshiruar, siç thot ai. Dita kur i afërmi nuk mund t'i ndihmojë asgjë të afërmit, as që atyre do t'u ndihmojë kush. U tefsiru sure et Duhan, ajet 40. Pos ata që i ka mëshiruar Perëndia, sepse ai, në të vërtetë, është i plotfuqishëm dhe mëshirues. Përveç atyre që Allahu i ka mëshiruar. Ai është ngallëtari, mëshirëploti. Këta përfitojnë thjesht nga mëshira e Zotit, për të cilën janë përpjekur në dynja që ta arrijnë. Ata kanë punuar në dynja që të hyjnë në mëshirën e Zotit, duke zbatuar ato vepra e fjalë që Zoti i ka bërë si mundësi për të fituar mëshirën e tij. Me pas, i lartësuari thotë: me të vërtetë, druri i zekumit një lloj druri tepërdhët. Në ajetet e mësipërme, Allahu i madhëruar na foli rreth ditës së gjykimit, e cila është një e vërtetë e padiskutueshme, duke na treguar që ai do të gjykojë me drejtësi, duke bërë ndarjen mes të gjithë krijesave. Atë ditë, krijesat do të ndahen në dy grupe, një për në xhenet dhe një për në xhenemin e ndezur fort. Këta të fundit do të jenë gjunaqtarët që kanë bërë vepra kufri dhe nuk i janë bindur Zotit. Nëse pyet për ushqimin e tyre, Allahu thotë: është e vërtetë se pema e zekumit do të jetë ushqimi i keqbërësve. Si tungji shkrir, ajo u vlon në barke, ashtu siç vlon uji i nxehtë. Përmbijeni atë. Mosbesimtarin dhe flakenin e mes të zjarrit, pastaj mbi kokën e tij dërmni ujin e valë të ndeshkimit. Zekumi është pema më e tmeshme. Frutat e saj janë si qelbi i pështirë. Era dhe shija e tyre janë të llatashme. Ushqimi që del prej kësaj peme është aq i nxehtë, saqë do të vlojë brenda barkut ku futet, ashtu si vlon uji i nxehtë. Të ndeshkuarët do të thuhet: do të jetë ushqimi i mëkatarit. U tefsiru sure et Duhan, ajet 43. Në barkun e tyre velon sikur xheja e shkrirë. U tefsiru sure et Duhan, ajet 43. Ashtu si velon uji i nxehtë. U tefsiru sure et Duhan, ajet 43. E ngjeve u thuhet: ërmbëjeni atë dhe shpjeni në mes të xhenemit. U tefsiru sure et Duhan, ajet 43. Pastaj
për dënim, ende mbi kokën e tyre ujë të vluar. U tefsiru surejet, Duham, ajet 43. E thuhet atij, shijoje, dënimin, me që ti je, i fuqishëm dhe fisnik me hamendjen tënde. Shijoje dënimin. I thuhet mosbesimtarit, ti krenari e fisniku, i pamposhtur. Shijojeni këtë ndeshim të dhemshëm dhe poshtrues. Ju pretendonit se ishit të pamposhtur, fisnike se nuk do të ndeshkoheshit kur. Tani mësojeni mirë se nuk jeni të pamposhtur e krenar, por jeni të poshtruar, të nënçmuar dhe të pavlerë. Kjo është, me të vërtet, ajo në të cilën keni dyshuar ju. Ky është ai, dënim për të cilin ishit në dyshim. Ky është ndeshkimi i madh rreth të cilit ju kishit dyshime, pasi ju duke i pa vërtet. Sot do ta kuptoni plotësisht se ai është një e vërtetë e padiskutueshme. Ata që i druajnë Perëndis, me të vërtet, do të jenë në vend të sigurt. Të devotshmit do të jenë në një vend të sigurt, në kopshte e burime që rrjedhin. Ky është shpërblimi të devotshmëve, të cilët i ruajnë zemërimit dhe ndeshkimit të Allahut të Madhruar. Ata zbatojnë urdhrat dhe nuk cënojnë kufit e tij. Të gjitha këto i kryejnë me sinqeritet për krijuesin e tyre dhe sipas traditës së profetit të tij. Për këtë meritojnë jo vetëm shpëtimin nga zemërimi dhe ndeshkimi i Zotit, por edhe shpërblimet e mëdha. Allahu i Madhruar është i kënaqur me ta, prandaj u dhuron begati të pafundme. Ata do të pushojnë të lumtur në një jetë të dëndura, mes pemëve plot fruta, pranë burimeve gurgulluese të mrekullueshme e qrose. Lumejnë do të rrjedhin pranë ndërtesave e kopshteve të tyre dhe kudo ku ata i dëshirojnë që të jenë. I Madhruari ka përshkruar kopshtet e xhenetit si kopshte mirësie, për të treguar se çdo gjë në to është e mrekullueshme dhe lumturisjellse. Kopshtet e atjeshme janë vetë mirësia, në çdo aspekt, dhe nuk mund të cënohen nga asgjë e keqe që mund të dëmtonte sa do pakat mrekulli, në mes kopshtijeve dhe burimeve. U tefsiru surejet, Duham, ajet 51. Të veshur me peka rroba me ndafshi të hollë dhe të trash, duke ndëtur të urën njëri karshi tjetrit. Ata do të veshin rroba me ndafshi të hollë dhe të trash e do të qëndrojnë ulur ballë për ballë njëri tjetrit. Veshjet e tyre do të jenë prej me ndafshi jeshil, të punuar trash ose hollë, ashtu si e dëshirojnë. Kështu do të qëndrojnë përballë njëri tjetrit, tërësisht të kënaqur, të qetë të rehatuar, të mbushur me dashuri, me komunikim të këndshëm dhe edukat të lartë. Mes këtyre mirësive të plota dhe kënaqësive të mrekullueshme, Allahu i Madhruar do t'i martojë ata me gra të bukura dhe të hishme, shumë të reqësa dhe të dashura. Ai thotë, kështu do të jenë të shpërblyer, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri, sy bukur. Ja, kështu do të jetë. Ne do t'i martojmë ata me hyri sy mëdha. Ato janë aq të reqëse, sa që sytë mbërthehen tek ato dhe nuk shiten me prej tyre. Teksa i veshtron, mendja turbullohet dhe frymëmarrja shpeshtohet. Ato janë të përkryera dhe të magjepse me çdo detaj të bukurisë së tyre. Allahu i Madhruar i ka cilësuar si hyri sy mëdha, sepse sytë e tyre janë të mëdhenj dhe shumë të bukur. Aty do të kërkojnë çfarë pemësh dëshirojnë, e do të kënaqen duke qenë të sigurt. Aty do të kërkojnë që t'ju sjellin çdo lloj frute e do të ndihen të sigurt. Atje ata do të kërkojnë fruta, të cilat kanë nga një shembull përkatës në dynja, por edhe fruta që nuk kanë shembull në dynja. Sa herë që dëshirojnë ndonjë lloj frute, ajo u serviret pa lodhje dhe pa vështirësi. Kur të shijojnë këto mirësi, ata do të jenë ashtu sikur se i përshkruan Allahu i lartësuar, të sigurt, të patrazuar nga meraku apo frika se kjo gjendje ndoshta do të përfundojë. Ata janë të sigurt, gjithashtu, nga frika se mos dëbohen jashtë atyre mirësive apo se mos u vjen sërish vdekja, siç thotë i Madhruari më pas. Në të gjenete nuk do ta shijojnë vdekjen, pos vdekjes së parë në këtë botë dhe i ruan Perëndia prej dënimit të xhehenemit. Atje nuk do ta provojnë me vdekjen, përveç vdekjes së parë. Ai, Allahu i ka ruajtur ata prej dënimit të xhehenemit. Atje nuk do të provojnë me vdekje, kurrën e kurrës, sepse përndryshe i Madhruari nuk do ta përjashtonte vdekjen e provuar në jetën e dinjas. Me këtë përgëzim, mirësitë mbi ta do të përkryen, pasi për ta do të jetë e përjeshme çdo gjë të cilën ata e pëlqejnë. Kjo do të jetë dhuni prej Zotit tënd. Ky, me të vërtetë, do të jetë sukses i madh. Kjo është dhuratë nga Zoti yt. Të gjitha mirësitë e dhëna dhe ruajtja nga ndëshkimi janë thjesht mëshirë, bujaria e dhuratë nga Allahu i Madhruar. Është Allahu i Madhruar ai që i mëson të bëjnë veprat e mira dhe të sinqerta, nëpërmjet të cilave arrihen mirësitë e dynjas dhe të ahiretit. Është po ai që, pastaj, i shpërblen dhe u dhuron mirësi, të cilat nuk mund t'i mendojnë kur apo t'i arrijnë me forcat e tyre. Ky është shpëtimi i madh. E ku ka fitore me të madhe se arritja e kënaqësisë së Allahut, futja në xhenetin e bujarisë së tij, si dhe shpëtimi nga zemërimi dhe dënimi i Allahut. Na i kemi bërë të lehtë atë Kur'anin për ta kuptuar në gjuhën tënde, për t'u këshilluar ata. Ne u bëm të lehtë atë Kur'anin në gjuhën tënde që të mund të kujtojnë. Mësimet e Zotit.
Allahu e lehtësoi përfitimin prej Kuranit duke e shpallur në gjuhën arabe, e cila është absolutisht gjuha më shprehëse, më e pasur dhe më e bukur e të gjitha gjuhëve. Ai lehtësoi shqiptimin dhe këndimin e Kuranit, ashtu siç lehtësoi edhe të kuptuarit e tij. I madhruari e bëri këtë, sikur se thotë që të mund të kujtojnë. Pra, të kujtojnë porositë e tij, duke kryer ato gjëra që ai ka udhëruar dhe duke u ruajtur nga ato gjëra që ai ka ndaluar. Andaj priti të shohësh çka do të bëhet me ta, por edhe ata presin çka do të bëhet me ty. Prandaj ti prit, sepse edhe ata janë duke pritur. Kuptimi, ti prit se do ta shohësh fitoren që Zoti të ka premtuar e ti do të lumturohesh. Edhe ata le të presin se do ta shikojnë shpejt në shkimin që do t'i godas ashpër. Pra, ka ndryshim të madh mes këtyre dy pritjeve. Profeti i Zotit dhe pasuesit e rrugës së tij presin të mirën në dynja dhe në ahiret, ndërsa kundërshtarët e tyre presin të keqen dhe dëshpërimin e madh në dynja dhe në ahiret. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Duhan. Falënderimi dhe mirënjohja e plot i takojnë vetëm Allahut të Madhruar.